Nga takimi i Komitetit të Përbashkët Konsultativ me Komitetin Ekonomik dhe Social të Bashkimit Evropian, Kryeministri Edi Rama e cilsoi si unik rrugtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ai tha se pritet që brenda vitit 2025 të çelen të gjithë grup kapitujt e mbetur të negociatave. Është hera e parë që yjet tona janë në një linjë me yjet e BE-s, dhe për të ardhmen dhe perspektivës, por edhe për të tashmen. BE ka qenë i kujdesshëm të thotë se vendi ynë është në Evropë, që horizonti është vendi ku do të bashkohemi, por se kemi ndjer kur gatishmërinë për ta bërë këtë realitet tani. Duhet të përfitojmë nga ky shans dhe të bëjmë maksimumin për të qenë brenda kur kjo derë të mbyllet sërish. Sot ne e gjejmë veten tonë në pararoj pasi çelën negociatat vitin e kaluar dhe këtë vit kemi shans të mirë të hapim grup kapitujt. Kreu i Komitetit Ekonomik dhe Social në Bashkimin Evropian, Zoti Rëpke, konfirmoi angazhimin e Unionit për të mbështetur Shqipërinë në procesin e parantarësimit, por gjithashtu ai vlerësoi bashkëpunimin me ekipin e ekspertëve shqiptar të angazhuar me negociatat. Nuk ka të bëj vete me opinione dhe kontributin tuaj, por bërjen pjesë tuaj të procesit ndaj institucioneve të BE-s dhe të gëzoni përparësitë që sjell antarësimi në BE para se të bëheni antar. Ky është koncepti i integrimit të pjesëshëm dhe që e kemi aplikuar në ESC-n ton. Vlerësimi ka qenë pozitiv dhe KE ka vendosur të mbështesë më tej këtë nisëm dhe vërtet do të doja të falenderoja Komisionerin e Bashkimit Evropian se pa mbështetjen e saj do të ishte vështirë për të pasur këtë nisëm. Krahas punës së ekipit negociator i rëndësishëm në procesin e negociatave mbetet edhe angazhimi i shoqërisë civile.